Triumfi në Bratislav në kuadër të play-offit për kampionatin botëror 2026, ku Slovakia u njoh me futbollistët e rangut botëror nga Kosova, përbën një moment dhe sukses historik për vendin tonë. Në fund të nëntorit, i ndom 250.000 euro me rastin e sigurimit të play-offit, e po atë ditë u zotuam se do të ndojmë 500.000 euro të tjera në rast të fitores ndaj Slovakisë. Ky zotim do të jetësohet sot, por dua që kjo të mos mbaroj këtu. Uroj fort që djemt tonë shembullor, të cilët pata kënaqësinë të takojmë brëm, të fitojnë finalen e madhe të play-offit dhe të shkruajnë emrin e tyre në historinë e futbollit të Kosovës si të parët të cilët e jetësojnë ëndrrën e botrorit. Kualifikimi në Kupën e Botës do ta kuptojmë sonte shënimin e 10 vjetorit të pranimit të Kosovës në UEFA dhe FIFA. Një fitore nesër, po ashtu do të përbënte një arsye për të mbledhur sërish ne këtu. Në rast kualifikimi në Kupën e Botës, do të ndajmë edhe 1 milion euro të tjera për përfaqësuesin tonë në futboll. E ngjajshëm, sikurse ishim zotuar vitin e kaluar për shpërblimet në rast fitores ndaj Slovakisë e në rast kualifikimi, po zotohemi sot se nëse shkojmë tutje dhe kualifikohemi, do të ketë shpërblime që nuk më nërmendja, për sukseset që do të pasojmë në kampionatin botëror i cili do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.